Me nisjen e 2026-s ndryshon edhe mosha e daljes në pension për gratë, ndërsa për burrat mbetet e pandryshueshme deri në 2032-shin, po ashtu rriten me 4 muaj edhe vitet e punës për të marrë pension të plot, duke shkuar në 39 vite. Gratë do të dalin në pension këtë vit 2 muaj më të mëdha se vjet. Me nisjen e 2026-s është rritur edhe mosha e daljes në pension për gratë nga 61 vjeç në 10 muaj që ishte në 2025-ën në 62 vjeç këtë vit. Ndryshe nga gratë, për burrat mosha e daljes në pension mbetet 65 vjeç dhe nuk do të ndryshojë deri në vitin 2032. Pas 2032-shit do të vijojë të rritet me 1 muaj për çdo vit, e sipas ligjit për sigurimet shoqërore deri në vitin 2056, mosha e daljes në pension si për burrat dhe për gratë do të barazohet në 67 vjeç. Për të dyja gjinit rriten po ashtu edhe vitet e punës që në nisje të 2026-s. Për të dalë në pension këtë vit dhe të përfitosh atë të plot, duhet të kesh 39 vite punë ose 4 muaj më shumë se sa vitin që lan pas. Vitet e sigurimit do të rriten gradualisht deri në 40 vite punë brenda 2029-s. Ndërkohë çdo qytetari i duhen të paktën 15 vite punë për të përfituar pension, por edhe ata që nuk plotësojnë asnjë kusht për të përfituar, pasi mbushin 70 vjeç, u jepet pension social. Ndërkohë që në nisje të vitit ka nisur po ashtu edhe zbatimi i formulës së re të shpërblimeve e ndërtuar mbi bonuset mujore në varësi të masës së pensionit dhe kategorisë së tij, nëse është urban, rural, i pjesshëm, familjar apo invaliditeti. Banka Botërore ka propozuar rishikimin e formulës si llogaritet pensioni, rritja e moshës së daljes në pension, heqja e përfitimeve suplementare, jo indeksime progresive, të bëhen skema me kontribute fikse e deri tek fuqizimi i skemës private. Skema e pensioneve përdej demografisë, emigrimit dhe numrit të ulët të kontribuesve, po sfidohet fort nga nëndeklarimi i pagave, që prek direkt vlerën e kontributeve që paguen për të punësuarin. Skema e pensioneve ka rezultuar deficitare, që kur ka hyrë në fuqi skema e re në vitin 2015, e për shkak të kontributeve të pamjaftueshme për të paguar pensionistët, diferenca mbulohet me buxhet të shtetit. Gjatë këtij 10 vjeçari janë shpenzuar nga buxheti i shtetit 2.5 miliard euro për të shlyer të gjitha pensionet mujore.